Një person i maskuar ende I pa identifikuar në kërcënimin e një thike ka grabitur ditën e sotme një market në zonën e Ysberishtit. Nga pamjet e siguruara nga televizionit Klan, shihet autori duke u përleshur me punonjësën e marketit. Këto janë pamjet kur një person I maskuar ende I pa identifikuar futet në një market në zonën e Ysberishtit dhe në kërcënimin e një thike vjedh xhiron ditore tek kasa. Pamjet e siguruara nga televizioni Klan janë fiksuar nga kamerat e sigurisë në zonë, ku shihet autori I cili futet në ambientet e marketit me maskë në fytyrë dhe kapuç në kokë për të mos u identifikuar. Ai drejtohet menjëherë tek kasa ku si shihet ndodhet punonjësja e marketit duke I shërbyer një klienti. Sapo autori afrohet, ka përcen bikaz dhe menjëherë ka prej fyti punonjësen, e cila në tentativë për të mbrojtur, mundohet ta largojë me duar. Pavarësisht përpjekjeve, autori merr komplet kasën, ku ndodhej dhe xhiroja ditore. Nga sa mësohet, bëhet fjalë për një shumë prej rreth 70.000 lekësh. Mbasi merr paratë, ai kërcen sërish mbi kasë dhe në ikje punonjësja e marketit sërish tenton ta ndalojë, por dëmtohet me thikën që autori mbante në dorë. Teksa ky I fundit ndodhet ende në market, një tjetër punonjëse afrohet tek kasa dhe fillimisht tenton ta bllokojë autorin, por pamundur ta ndalë atë. Sapo ai largohet, punonjësia tjetër nxjerr telefonin me qëllim për të njoftuar policinë, e cila deri tani ende nuk ka mundur ta identifikojë personin që kreu vjedhjen.